E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar pak mbi marrëdhënien e Mateos edhe Brikenës. Kot nuk thonë që gjërat e bukura duan kohën e tyre, duan momentin e tyre, duan ambientin e tyre. Dhe këtë rastin ne prekëm me marrëdhënien e Brikenës edhe Mateos. Brikena dhe Mateo që nga dita e djeshme, kur Mateo bëri surprizën më të bukur për Brikenën, janë më afër se kur, janë më të lumtur se kur. Dita e sotme u ka kaluar me shumë dashuri. Nëse Brikena deri disa ditë më parë ishte në këtë fenomenin që mos më prek me sy, mos më prek me puthje, mos më prek me ndjesi, le ta quajmë të prekura këto ne. Se më thënë Brikena edhe po ta shifte e prektej. Tani Brikena e lejon Mateon që ta prekën me dorë, ta përqafon, edhe pse e ka të përqafimin i çik interesant, por të paktën e lejon. Ajo sot gjatë gjithë ditës e ka prekur Mateon, e ka përkëdhelur, nuk kanë qenë pjesë e diskutimeve, kanë qenë më së shumti pjesë e njëri tjetrit. Unë mendoj që veprimi i mirë menduar nga ana e Mateos për t'i dërguar një buket me lule nënës së Brikenës, pikërisht në ditën më të bukur, në festën e 8 marsit, ishte një veprim që Brikenën e bindi akoma më shumë se Mateo është një djalë i jashtëzakonshëm. Do me thënë, nga dje, në momentin që Mateo i bëri dhuratat Brikenës, që në fakt Brikena arriti ta kupton që Mateo e njihte jashtëzakonisht mirë, do me thënë, e njihte shumë bukur karakterin e Brikenës, atë që Brikena e do, atë që Brikena e preferon, atë që Brikena e ka me qef. Dhe kështu që Mateo e preku Brikenën në pikën e dobët. Mendoj që tani e ka prekur në pikën e dobët. Duke e ditur që Brikena është shumë e lidhur me nënën e saj, Mateo vendosi që ndoshta edhe mund të dukeshte një qesharak brenda në shtëpinë e Big Brotherit, por vendosi që t'i dhuronte edhe një buket me lule nënës së Brikenës. Tani, në qoftë se Brikena nuk do të kishte ndjenja për Mateon, Brikena nuk do t'ja pranonte këtë dhurat Mateos, do me thënë do t'a refuzonte dhe me pa tjetër më pas shitoria e luleve, cila është përzgjedhur për të dërguar te prindërit të surpriza, nuk do t'ja dërgonte. Por unë e pash tek Brikena që Brikena e priti me shumë dashuri këtë gjë dhe e shijoi. Dhe ky buket me lule ndikoi që ditën e sotme ato të jenë më afër se kur. Tani, unë nuk e pres që Brikena brenda në shtëpinë e Big Brotherit të bëjë çuditëra. Këtë gjë nuk e pres. Por pres që jashtë shtëpisë së Big Brotherit, normalisht kur Brikena do t'ulet me familjen e saj, edhe pse në fakt gjykohet shumë, e disa e gjykon shumë, mundohet që do me thënë t'i vë, ta prek në sedër Brikenën, ta prek në sedër Mateon, por e shikoj që kjo gjëja nuk ndikon tek Brikena, por nuk ndikon dhe te Mateo, për ta ftohur marrëdhënien e tyre, për ta shkatruar marrëdhënien e tyre, apo për ta mërzitur ato të dy njëri tjetrin. Përkundrazi, ato sot kanë qenë më afër se kur. Unë e shoh që Brikena ka filluar avash do me thënë të shkrihet, ka filluar që të lër vetes së saj t'i nxjerrë në pa emocionet, t'i nxjerrë në pa ndjesit, t'i nxjerrë në pa atë bukurinë e madhe që ajo e ndjen për Mateon dhe ta shijon pafund këtë dashuri. Si e mendoni ju, e shikoni çiftin afër njëri tjetrit?